Ndarja e papritur nga jeta e këngëtarit të njohur, Shpat Kasapi, ka tronditur sot gjithë Shqipërinë. Në moshën vetëm 40 vjeçare, një sulm i fortë në zemër i mori jetën artistit që për më shumë se 2 dekada i dha skenës shqiptare hite, koncerte dhe emocione. Lajmi u përhap me shpejtësi në rrjet, ndërsa fansat dhe kolegët e tij e pritën me mosbesim, pasi Shpati nuk kishte pasur asnjë shqetësim serioz shëndetësor. Gjithçka ndodhi papritur, në një moment kur ai ishte duke përgatitur pikërisht rikthimin e tij më të madh. Dhe këtu zbulohet ajo që pak njerëz e dinin. Shpat Kasapi ishte 100% i konfirmuar për të qenë banori i ri i Big Brother VIP Albania 5. Kontrata ishte firmosur, prezantimi ishte planifikuar dhe produksioni e kishte ruajtur emrin e tij si një nga surprizat më të mëdha të këtij edicioni. Ai pritej të futej në shtëpinë më të famshme në vend brenda javëve të para të fillimit, duke sjell emocion, nostalgji dhe një rikthim të fortë në vëmendjen e publikut. Sipas burimeve nga Top Channel, Shpati kishte zhvilluar takimet e fundit me stafin dhe ishte shfaqur i entuziazmuar për këtë sfidë të re. Madje, kishte filluar të përgatiste edhe projektet muzikore që do të publikoheshin gjatë qëndrimit të tij në BB VIP. Në fakt, ishte gati për momentin e tij të madh televiziv, një rikthim që shumë fansa e prisnin prej kohësh. Por, vetëm pak ditë para nisjes së spektaklit, jeta e tij u ndërpre në mënyrë tragjike, duke shuar një plan që do të kishte bërë bujë në gjithë showbizin shqiptar. Top Channel publikoi menjëherë reagimin zyrtar. Stafi Top Channel dhe Big Brother Albania VIP i shprehën ngushëllimet familjes së Shpat Kasapit. Humbja e tij na ka prekur të gjithëve. Një deklaratë e shkurtër, por që flet shumë. Brenda stafit, artisti ishte parë si një prej pikave më të forta të edicionit të ri, një figurë që do t'i jepte një karakter krejt tjetër programit. Shumë kush thot se kjo humbje është e dyfisht. Shqipëria humbi një artist të dashur, ndërsa publiku humbi mundësinë ta shihte Shpatin në një dritë të re, më të sinqertë dhe më të afërt se kurrë. Muzika shqiptare humbi një zë të njohur. Një njeri të qetë, të sjellshëm dhe shumë të pëlqyer. Ndërsa fansat e tij sot po ndajnë këngët, videot dhe momentet që e bën Shpatin pjesë të kujtimeve të tyre për vite me radhë. Edhe pse u largua herët, trashëgimia e Shpat Kasapit mbetet e fortë. Ai la pas këngë, kujtime, një publik që e deshi pa kufi dhe një projekt të madh që fatkeqësisht nuk arriti ta jetoj. Largimi i tij i papritur do të kujtohet gjatë dhe do të mbetet një nga humbjet më të dhimbshme në muzikën shqiptare.